Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sherebela, bima që i ka habitur të gjithë, përdoreni në këtë mënyrë dhe do kuroni këto sëmundje. Sherebela shqiptare eksportohet shumë në disa kontinente, duke e lënë tregun vendas pothuajse bosh dhe duke i lënë të apasionuarit e çajit të varen tek bustinat me pluhur, çaj të zi ose jeshil, apo me gjithfarë shijesh dhe ngjyrash që vetëm natyrale nuk janë. Për të mos folur për çajin pudër plot me kimikate dhe aromatike. Por Sherebela munden të gjenden në treg njësoj siç gjendet çaji Mali dhe me siguri, pasi të mësoni mbi vlerat e saj, ju do të nxitoni të gjeni Sherebelën e jugut dhe të veriut. Sherebela ka aftësi antiinflamatore, antioksiduese dhe antimikrobiale, por gjithashtu ndihmon edhe në hapjen e oreksit. Për shkak të këtyre cilësive, çaji i Sherebelës ka shumë veti shëndetësore. Antioksiduesit shërbejnë gjithashtu si një pastrues tërësisht natyral për të hequr radikalet e lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira të cilat sulmojnë qelizat dhe indet qelizore duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakohshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare apo sëmundjeve të këqija. Çaji i Sherebelës për këtë arsye është një burim tërësisht i fuqishëm me antioksidant i cili ndihmon për të mbajtur larg efektet shkatërruese të radikaleve të lira. Mbëlqi më e shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të Sherebelës munden që të përmirësojnë funksionet jetësore të mbëlçisë. Një studim i publikuar nga revista Ethnofarmakologji tregon se çaji i Sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mbëlqi. Çaji i Sherebelës gjithashtu tregoi efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mbëlçisë nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e mbëlçisë. Një studim tjetër i indeve qelizore zbuloi se ekstraktet e Sherebelës arrin që të parandalojnë edhe shpenzimin e koenzimave të oksidimit, të cilat janë përbërës shumë të rëndësishëm në antioksidimin e mbëlçisë me rreth 62%. Menopauza më e lehtë. Problemet e menopauzës reduktohen nga çaji i Sherebelës dhe ky zbulim erdhi nga një studim i publikuar në qershor të vitit 2011. Pjesëmarrësit në studim morën çdo ditë një suplement të gjethes së Sherebelës për 8 javë. Rezultatet treguan një rënje të afshëve brenda 64% brenda 8 javëve me disa raste të eliminimit të plotë të afshëve. Simptoma të tjera të menopauzës, duke përfshirë edhe ato psikologjike dhe urinare, gjithashtu u bën objekt i përmirësimeve. Çaji i Sherebelës mundet gjithashtu të ndihmojë në reduktimin e ankthit dhe në përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer, një grup të rinj morën 300 deri në 600 mg suplemente të gjetheve të Sherebelës përpara dhe pasi u bën pjesë e një testimi për vlerësimin e nivelit të stresit. Të dyja sasitë përmirësuan edhe humorin. Sasia më e ulët e përmirësoi ankthin përpara testit, por jo gjatë tij, ndërsa sasia më e madhe e përmirësoi vigjilencën dhe qetësinë dhe performoi rezultate më të larta të testeve. Për të mos u neglizhuar, çaji i Sherebelës shkakton kontraktim të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdoret tek gratë shtatzëna. Sasi të mëdha të Sherebelës munden që të shkaktojnë kriza, marrje mendsh dhe gjithashtu
rrahje të shpejta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, përdoreni vetëm me këshillimin e mjekut. Të mirat plus. Çaji I sherebelës është shumë I mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtët, për zbutjen e acarimeve të fytit, dhimbjen e kokës, si edhe për problemet e tretjes. Sherebela dhe vetitë e panjohura të bimës kurative. Sherebela është një shkurrë e vogël e visteve të ngrohta bregdetare, për herë e gjelbër, me gjethe vezake ose heshtake të mbuluara me push, ngjyrë hiri dhe menjëherë të veçantë, e cila përdoret në mjekësinë popullore në industrinë farmaceutike e të tjerë. Sherebela përdoret për problemet me sistemin tretës, mungesën e oreksit, gazrat, dhimbjet e stomakut, diarren, fryrjen e barkut dhe urtin në stomak. Kjo erës përdoret gjithashtu edhe për uljen e mbiprodhimit të djersës dhe të pështymës, kundër depresionit, humbjes së kujtesës dhe sëmundjes së Alzheimer. Gratë e përdorin sherebelën për dhimbje gjatë ciklit menstrual dhe për të lehtësuar afshet e nxehta gjatë menopauzës. Sherebela aplikohet direkt në lëkurë për ulçërat e shkaktuara nga ftohja, inflamacionin e mishrave të dhëmbëve, ulçërat në gojë, fyt ose gjuhë dhe për bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Disa njerëz e thithin erën e sherebelës për të trajtuar edhe azmën. Sherebela përdoret edhe në prodhimin e shumë produkteve kozmetike dhe sapunëve. Sëmundjen e Alzheimerit. Marrja e ekstrakteve të dy llojeve të ndryshme të sherebelës ka treguar se për 4 muaj ajo ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe gjithashtu në përpunimin e informacionit dhe të mësuarit tek njerëzit të cilët janë në fazat e para të sëmundjes së Alzheimer. Performancë më e mirë mendore. Një dozë e vetme e sherebelës ndihmon në përmirësimin e kujtesës, përqendrimit dhe vigjilencës tek të rriturit e shëndetshëm, ndërsa kur ajo përdoret si një aromaterapi, mundet që të përmirësojë vetëm vigjilencën dhe jo përqendrimin apo kujtesën. Herpesat e shkaktuar nga ftohja kur aplikohet si krem që ka në përmbajtjen sherebelë dhe raven, do të trajtohen. Kolesteroli I lartë. Përdorimi I sherebelës së zakonshme 3 herë në ditë për 2 muaj ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe yndyrave në gjak të quajtura trigliceride dhe rrit nivelin e kolesterolit të mirë tek njerëzit me nivel të kolesterolit të lartë. Gjithashtu, simptomat e menopauzës. Studimet të mëparshme tregojnë se përdorimi I ekstrakteve të sherebelës për 8 javë arrin që të përmirësojë në lehtësimin e simptomave të menopauzës, sidomos afshëve të nxehta dhe djersitjes gjatë natës. Dhimbjet e fytit. Përdorimi I një spray të veçantë që përmban 15% ekstrakt të sherebelës duket gjithashtu se lehtëson edhe dhimbjet e fytit. Nga ana tjetër, simptoma të cilat kanë të bëjnë pikërisht me ftohjen për 5 ditë do të largohen. Djegjet nga dielli. Duke aplikuar një ekstrakt me 2% sherebel në lëkurë, pas ekspozimit në diell mundet që ju të parandaloni skuqjen e lëkurës. Gjendje të tjera që sherebela është disi e sigurt kur përdoret në ushqim ka të bëjë me diarren, dhimbje gjatë ciklit menstrual, mungesë oreksi, fryrje të barkut dhe probleme me tretjen, djersitje të tepërt e të tjerë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.